Shqiptarët po na bëjnë krenuan kudo në botë me arritjet e tyre në fusha nga më të ndryshme, të qoftë në art, në kulturë, në sport, po ashtu edhe në politikë. Sot kemi kënaqësinë që do ta kemi një lidhje direkte përmes të cilës do të shkojmë në Teksas. Atje do flasim sa i përket një suksesi të një shqiptari, bëhet fjalë për Gino Mulliçin, i cili ka arritur që të zgjidhet kryetar i komunës së Willit në shtetin e Teksasit. Do flasim sa i përket gjithë kësaj pjesë, ndoshta deri tek pjesa e kandidaturës së tutjes se si ka vajt gjithçka. Po besoj zotri Mulliçi vetë se kemi gati. Po i themi mirëmëngjesi atij dhe po e urojmë për suksesin dhe për pozitën. Mirëmëngjes Fjota. Kënaqësi t'ju kemi sot përmes një lidhje direkte zotri Mulliçi. Gjithashtu t'jem është kënaqësia ime t'jem programin e ju. Faleminderit shumë për ftesën. Për gëzime dhe për postin, për cilin po besoj është një punë e gjatë, një punë cilën ju e keni bërë në fund më të palodhshme, edhe një mund që ndoshta më në fund ju shpërbye juve. Faleminderit. Është një kënaqësi t'jem një përfaqësues shqiptaro-amerikan në një detyrë ndoshta sa pak e vogël, mirë po me domethënie të madhe. Është një kënaqësi që t'jem reprezentuesi i shqiptarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që emrin e shqiptarëve ta lancojë gjithandaj. Po ishim dalë pak tek një historik më kronologjik, ndoshta si përfunduat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si nisët një karrierë politike, si vajti gjithçka deri tek pjesa e fundit e historisë. Po, unë kam ardhur sikur 16 vjeçar, përndryshe jam nga Peja e Kosovës. Jemi bashkëvendas. Bashkëvendas. Kam marrë si student, ndrim studenti, do të thotë një program që ka qenë shkëmbim i studentave në shkollën e mesme. Në vitin 2002. Udhimi filloi në Oregon State, ku isha edhe me ca studentë tjerë nga gjithë bota. Fakt ka qenë që gjatë luftës në Kosovë, një ndër studentat nga Kosova që ishte në program përpara se të shkoj unë, kishte mbetur këtu më shumë se 2 vite, shkaku i luftës, kështu që familja që unë bashkëjetoja ishte shumë e njohur me historikun e Kosovës, luftën e Kosovës, jetesën që është bërë në ato 2 vite, shkaku që studenti kishte ndetë më shumë se 2 vite gjatë luftës. Pas asaj fillova studimet e larta në fakultet në New York. Aty edhe u vendosa me familjarët që kisha. Aty fillova dhe të punoj për një kompani që quhet Verizon Communication, është një kompani e telekomunikacionit. Dhe ashtu pas sa viteve, pas ju takova edhe me bashkëshortën që jetonte edhe me gjithë familjen në Texas, edhe ajo është nga rrethina e Pejes. Bëra që të vije të jetoj në shtetin e Teksasit në vitin 2013, 2013 në fakt, ku edhe hapa bizneset e mia patundshmërinë dhe gastronominë, restorane. Aty edhe fillova ndoshta jetën më komunitative, në themi në drejtim edhe pse vendi më i vogël, dikur 60-70 banor, fillova që t'jem pjesë e komunitetit, t'jem pjesë e përbërjes komunitetit. Aty edhe fëmijët tanë filluan të shkojnë në shkollë, gjithë bizneset i kishim aty. Në vitin 2017 u bëra pjesë e bordit të zhvillimit ekonomik të qytetit, ku një ndër pozicionet ishte që të atraktojmë sa më shumë bizneset ndryshme të vogla dhe të mëdha të vinë në qytet dhe të investojnë, të binë punëtorët e tyre, të binë zhvillimet e tyre, të binë industritë e tyre. Nga aty dhe fillojnë ndoshta dhe jeta politike, si themi, që t'jem pjesë e politikbërjes amerikane, të ndryshimit jetës, jo vetëm timin, mirë po edhe t'jem pjesë e ndryshimit jetës të familjes time dhe të fëmijëve padyshim. Kështu që aty ja fillon. Të them drejtën, një djalë i dalë nga lufta në Pejë është
jo vetëm që nuk e kisha pas ndoshta as në ëndër këtë arritje sa do e vogël, po është një domethënie e veçantë për mua që të jemi në pozitë ku jemi sot. Po, pa dyshim një arritje e madhe, ëndrat cilat ndoshta edhe nuk i keni imagjinuar si një 16 vjeçar në momentin kur keni shku për herë të parë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po jashtë që keni punuar fort edhe ëndrat një ditë bëhen realitet. Sa është të vështirë për një person i cili migron në këtë rast në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qenë se gjithmonë flitet për këtë pjesë, sa është e vështirë për të huajt të mbërrin në një vend tjetër, në një tokë tjetër të huaj. Ka qenë sfidë edhe për ju, po besoj nuk ka qenë rrugtim i lehtë, padyshim në bazë të asaj çfarë ju rrëfyet. Secili rrugtimi ka ato gjana që gjatë udhëtimit, vështirësitë që janë të veçanta. Unë mendoj që lufta qysh në moshën e vogël dhe regjimi serb para luftës na ka përgatitur neve ndoshta edhe më shumë si të ri të jemi më të gatshëm për vështirësitë që do të ndodhin në të ardhmen. Si çdo i ri, më së pari ke vështirësinë që nuk e ke familjen pranë. Do të thotë ajo është vështirësia e parë, mirë po gjuha, ushqimi, kultura, migrimin në kulturë, është një thanje që më thonë edhe amerikanët dhe unë e përdori shpesh. Ndoshta unë jam frymëre amerikane me kulturën e vjetër shqiptare e përbërë të dyjat në një. Okej, ishim dalë pak edhe tek komuna. Ne keni marrë zyrtarisht postin, apo akoma pritet një ceremoni? Po, jo, postin e ka marrë qysh javën e kaluar. Ky post është 3 vjeçar. Do të jem në post. Qyteti ku jetoj unë janë rreth diku rreth 70.000 banor, 75.000 banor që jetojnë. Pak ka shqiptarë në qytetin ku jetoj unë, mirë po në rrethinën e Teksasit ka një numër të mjaftueshme, në rrethinën e Dallasit një numër të mjaftueshëm shqiptarësh. Po si bën përgjithësitë e veta, mirë po jam shumë i thar që të filloj edhe të punoj edhe që t'i përfaqësoj gjithë qytetarët dinjitësisht dhe të mundohem që jeta e tyre të përmirësohet, si në infrastrukturë, në ekonomi, në taksa, në gjitha ato që mund t'i ndikojmë ne. Po, nëse ndalemi tek komuniteti shqiptano-amerikan, dihet se sa mirë janë të organizuar shqiptarët kudo që janë në shtete të ndryshme të shërbave. Është ndoshta pavarësisht që nuk ka shumë banor, siç e thatë edhe ju, në komunën të cilën ndodheni, gjithsesi po besoj nuk ka munguar të paktën edhe përkraja morale që ke pas nga shqiptarët atje. Është me së vërtet që komuniteti jonë është shumë i suksesshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posaçërisht në Dallas. Kemi një komunitet shumë robust. Jemi të përbërë nga gjitha trevat shqiptare, Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Malci dhe Preshevë, Bujanovac. Ndoshta jemi më të organizuar në drejtimin që kemi një qendër kulturore. Unë isha dhe sekretari i komunitetit shqiptar për një kohë këtu në vitin 2018 deri në 2022. Kemi një komunitet shumë që besoj që e ka lënë dhe e ka futur themelin për shqiptarët këtu në regionin e Dallasit që të punojnë, që janë pjesë e komunitetit ndryshme këtu në Dallas dhe gjithë bizneset e tyre ndikojnë në komunitetin në atë qytet ku jetojnë dhe në zhvillimin e atij qyteti. Kështu që unë ndoshta jam edhe me fat në mënyrën ku ka marrë dhe jetoj në Texas dhe se si themeli i shqiptarëve është vërë qysh në vitet e herë të 70 këtu në Texas dhe emri shqiptarëve vetëm lartësohet për të mirën në gjitha drejtimet. Okej, më intereson të di si shkon procesi zgjedhor deri tek zgjedhja e një kryetari të një qyteti atje. Dallon shumë me vendin tonë në Kosovë, ndoshta formën e zgjedhjeve?
Jo shumë, në varet për çfarë pozite. Për pozitë lokale, do të thotë kur janë zgjedhjet lokale, është pozitë 3 vjeçare, deri në muajin deri në me 15 shkurt, ke drejt të ati vitit të aplikosh për një pozitë që është e hapur për kryetar komune dhe për një ndër 7 vendet që janë në asamblejist në qytet. Unë kam qenë asamblejist për para, ku kam garuar si asamblejist dhe kam fituar. Në asamblejist në do komuna, për shembull, kohën e fundit, zgjedhjet lokale janë bërë shumë ma, si themi, ma të ngushtuara shkaku që njerëzit po kanë shumë dëshirë të jenë pjesë e asamblejistëve. Është pozitë 3 vjeçare, do thotë deri me 15 shkurt i mbush dokumentat dhe i fut dokumentat. Duhen diku në komunën tonë duhen diku rreth 180 nënshkrime të qytetarëve që ta jepin besimin që ti të garosh në atë drejtim. Janë, do më thonë, me numra identifikues të tyre personalisht që duhet nënshkruhen, dërgohen te sekretarja e qytetit, sekretarja e qytetit i dërgon te prokurori gjeneral në shtetin e Teksasit, që të verifikohen ata emra. Në muajin maj, do të thotë janë zgjedhjet, diku në fillim të majit në varet në cilën ditë, dhe në fillim të majit bëhet betimi në bazë të rezultateve se kush ka fituar. Okej, si do e nisni punën edhe aktivitetin, po besoj padyshim që keni një plan politik? Thëmë drejtune, mendoj që gjithherë jam në punë, kështu që nuk ndalem, sa do që t'jem, jam shumë vizibil nga gjitha, edhe për nga lamit që i kam në biznes edhe në anën tjetër. Unë që dhe mundohem që të futem në atë mënyrën ku mund të bëj ndryshimin. Ne kemi një vrull të madh të njerëzve që kanë ardhur në qytet të jetojnë. Puna parë është që infrastruktura e qytetit sado që të jetë e përbërë prej kohëve ndoshta më herët, shkaku i rritjes të madhe që kemi pas ka shkuar në qytet që ishte 20-30.000 banorë në vitin 2015 deri në gati 75.000 banorë tash. Do të thotë infrastruktura është ndoshta pjesa e parë që të mundohemi që ta rregullojmë dhe të punojmë në drejtim sa më shumë. Okej. Përderisa ne po bisedojmë, shikuesit po kanë mundësi të shohin edhe pjesë të ndryshme të fotografive. Një nga ndërto është pikërisht edhe një fotografi në cilin shiheni ju së bashku me presidenten Vjosa Osmanin dhe ish presidentin zotrin Bush. Takimit të tilla, po besoj keni pas gjatë karrierës tuaj deri më tani, gjithsesi padyshim që duhet të jenë një nder dhe kënaqësi e madhe për ju. Ishte nder dhe kënaqësi e madhe që t'i takoj të dy presidentët. Presidenti Osmani vizitoi Teksasin, Dallasin, në fakt vitin e kaluar. Kishte ndonjë vizitë që do të jetë në përkujtimin tim gjithë jetën. Kishte një vizitë shumë e mirë, u takuam qysh me presidentin Bush deri me kongresmen, senator, governer të Teksasit. Kishte një vizitë jashtëzakonisht e mirë që mendoj që edhe shtetet e Kosovës i sjellli proclamation që u bë në zyrën e governerit të Teksasit, ku dita 17 shkurt nitet si dita e pavarësisë Kosovës. Ishte nder dhe kënaqësi që isha prezant presidentës dhe presidentit Bush, si ishte një ndër, unë e them kështu, presidenti Clinton i ka gjujt bombat në Serbi, presidenti Bush na japi lirin, kështu që të dy janë ikonat e popullit shqiptar. Po. Pjesë e rëndësishme e karrierës shpeshen është dhe familja e cila gjithmonë qëndron pas çdo suksesi dhe çdo kujt. Kishim edhe familjen tënde, është një familje e vogël simpatike, bashortja juaj dhe 2 fëmijët, një djalë dhe një vajzë. Po, bashortja ime Blerina jeton në Texas qysh në vitin 95. Kam mbaruar shkencat politike, është magjistër e shkencave politike, kështu se gjithë politikanët amerikanë bëjnë shaka me mu thojnë bashortja e ka studiuar aty pe praktikon. Do të thotë e dim kush është mbrapa teje, se mos të ishte Blerina nuk do ishe. Fëmijët Gertin e 12 vjet dhe vajzën Reinën 9 vjet.
të dy janë shumë të mirë. Edhe I gëzohen faktit që kur vjen koha verës se mundohem të shkojmë në Kosovë dhe në Shqipëri dhe të vizitojmë familjarët edhe në vendin tonë. Okej, bashkëshortja, aktualisht në profesionin e vetë? Po, bashkëshortja është profesorish në një fakultet këtu në Texas, në Dallas, dhe është profesorish e shkencave politike apo governmentit, klasë governmentit në fakultet. Po. Janë të arira familjane, cilat padyshim që ju bëjnë të ndjeni mirë? Absolut, pa ndihmën e familjes, si të bashkëshortës, fëmijëve, prindërve të mi, në fakt që kalojnë një kohë këtu me neve, nuk do të ishte ku do isha sot, kështu që jam shumë falenderues që për mundësinë dhe shtypjen që thërë që më jepin pozitive. Okej. Agino, po drejtohem kështu jo zyrtarisht, keni plan të vinë në Kosovë, me qenë se me gjitha këto puna angazhime që keni, tashma edhe me detyrën e ne, po besoj që kohën e keni më të kuvizuar, aq më shumë edhe pjesën e pushimeve. Për kohën, për Kosovën, gjithërë ka kohë, kështu që po do t'jemi në fund të qershorit atje, deri në fund të korrikut. Do t'jemi në PEI, në Bregdetin shqiptar në Shqipëri, mendojmë pak ndoshta dhe lëvizim pak në rrethin, mirë po me gjithë krenari do jem atje dhe mundohem që t'jem atje gjithëherë. Po, mëngimtarët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se pushimet gjithmonë I kanë pak më të gjata se sa pjesa e perëndimit. Udhëtimin e kem pak më të gjatë, kështu që mundohem që t'i lidhim pak më shumë kohëra tona të përbashkëta. Sotrim Ulliqi, faleminderit shumë për kohën, detajet që ndahet nga karriera juaj, padyshim që edhe duket se kemi probleme, padyshim që kur kemi edhe intervistat të tilla edhe personazhe të tilla dhe ne jemi krenuar si kosovar, si shqiptar, që vazhdimisht ka të arina të tilla të kosovarëve në vendet e huaja aq më shumë që nuk është as pak e lehtë të mbërrishë, të kesh një sukses të tillë siç kishte së fundmi edhe zotri Ulliqi, pikërisht duke u zgjedhur kryetarin I Wild në Texas, e që siç e tha edhe ai, ka vetëm një javë që sapo ka marrë detyrën, padyshim që presin edhe punë të shumta atje, mirë po për cilat ai ka vullnet të mirë edhe vullnet të madh për punën për të bërë tashmë në pozitën e tij të re.